pamje edhe e shihni se sa shumë është e dëmtuar edhe sa shumë ka vështirësi për veturat që kalojnë ka kjo rrugë. Vlen të ceket se intervenimi i parë dhe i fundit do të thotë është bërë me datën 20/12/2025 dhe ma nuk është rregullu e as nuk është përrejk, do të thotë kjo rrugë. Edhe kjo është gjendja në cilën këto vetura që po i shihni edhe jo duhet të kalojnë çdo ditë, edhe ndoshta është edhe njëra prej arsyeve që nganjëherë këtu bëhet edhe kolonë orta, sepse kanë vështirë të kalojnë e duhet kujdesen që mos t'i prishin veturat e tyre. Edhe po ecim pak me Lorentin edhe po e shohim për gjatë rrugën. Veç kujdes, Diona, sepse ja se qysh duhet me kalu veturat. Po zgjedhin në mënyra të ndryshme si me kalu këtë pjesë. Po, Diona, mundemi aty me marrë ndonjë mendim të qytetarëve si po është qarkullimi a e